Një zjarr i fuqishëm ka rënë në ambientet e një garazhi në një pallat përgjatë bulevardit Ismail Qemali në Vlorë, mbrëmjen e të mërkurës. Zjarri ka përfshirë mjediset 9 toksore të pallatit. Në vendngjarje kanë mbritur menjëherë forcat e policisë, por edhe forcat zjarrfikse, të cilat kanë nisur menjëherë punën për të vënë në kontroll flakët, por dhe për të minimizuar sa më shumë dëmet. Në informacionet e para të përcjella për shkakun e rënies së zjarrit në garazh, duket se ka qenë një bombul gazi e cila ka shkaktuar edhe ngjarjen e rëndë të regjistruar mbrëmjen e të mërkurës në bulevardin Ismail Qemali të Vlorës. Menjëherë pas ndërhyrjes së 4 automjeteve të forcave zjarrfikse, por edhe të policisë së Vlorës, është bërë mundur që zjarri të lokalizohet, ndërsa dëmet janë minimale. Shefi i shërbimit të zjarrfikës, Luan Kapaj, ka theksuar se ndërhyrja ka qenë e vështirë, edhe për vetë faktin se garazhi ishte 9 toksor dhe duhej një ndërhyrje speciale. Në këtë garazh shërbimi i zjarrfikës mori njoftim për një situatë jashtëzakonisht e vështirë për një zjarr. Menjëherë forcat zjarrfikse vënë nga dëshmi për ta vënë në kontroll. Me mjetet që kemi të sofistifikuara si aparate frymarrje, tubo presioni, aparate për nxjerrjen e trymit dhe çdo gjë që ka shërbimi i zjarrfikës, u mundua që zjarri mos përhapet në gjitha ambientet e garazhit, por e lokalizuan vetëm në një automjet, i cili u doq pothuajse totalisht, për arsye sepse zjarri i kishte përfshirë të gjithë strukturën e këtij automjeti. U arriti të shpëtohet ambientet e poshtme të bizneseve dhe çdo mjet që ishte brenda këtij garazhi. Ka rrezik në banesa, shef? Po këtu zjarret në këto ambiente janë shumë të vështira për t'i vënë në kontroll, sepse duan veprime të specializuara dhe të vështira, por për momentin ne që e kemi lokalizuar nuk ka asnjë rrezik për hapjen e zjarrit ndaj bizneseve apo edhe në ambientet e pallatit të banesave. Rreziku është eliminuar totalisht. Një bombull gazi ka shkaktuar një zjarr të fuqishëm në ambientet e një garazhi në një pallat përgjatë bulevardit Ismail Qemali në Vlorë, duke shkaktuar edhe dëme, ndërkohë që është dashur ndërhyrja e forcave zjarrfikse, por dhe policisë së Vlorës për të lokalizuar zjarrin, por dhe minimizuar dëmet e shkaktuara.